Doktoresh, me qenë se përmend edhe prindërimin, sa ka rol të rëndësishëm pra një prindërim i keq apo i mirë, mund ta themi ashtu në thojza, apo në një familje të zhurmshme që mund të rritet një fëmijë? Familjet me shumë familjar mund të me pas një ndikim pozitiv në zhvillimin e fëmijëve gjyqësor. Për arsye se ka shumë familjar, fëmija arrin që me qenë i ekspozuar ndaj shumë folësve, edhe me marrë informata prej secilit prej tyre, në atë mënyrë mundet me pas ndërveprime secilin prej tyre, edhe po bëhet edhe më lehtë zhvillimi i tyre gjyqësor. Për shembull, nëse ka motra, vëllezër ku me ta mundet me lujt, mundet me bë lojë funksionale, mëson prej njëri tjetrit dhe është i ekspozuar pak më tepër ndaj njerëzve të cilët mundet me komuniku dhe me pas komunikim drejt për drejt me të. Ndërsa sa i përket prindërimit të keq, prindërim ka lloje të ndryshme ose pika të ndryshme nëse mundemi me quh si prindërim i keq, ose nëse mundemi me quh si pika ku prindërit duhet të korrigjohen që të janë pak më mirë në këtë pjesë, është për me nda pak më tepër kohë me fëmijët. Jeta dinamike të cilët të gjithë e kemi sot, po ndikon që të ulët numri i kohës që mund ta kemi përballë ta ndajmë me fëmijët. Prindërit sot po e kanë shumë të vështirë të ndajnë kohë kualitative me fëmijët e tyre, përveç kohës së vikendit, e cila nuk është e mjaftueshme për kohën të cilën një prind duhet ta ndajë për një fëmijë. Pas shumë angazhimeve brenda ditës që prindërit po i kanë, duhet të bëjnë të ndalen, të bëjnë komunikim funksional, të ulem, të diskutojnë me fëmijët e tyre, të ndikojnë ashtu në zhvillimin e fëmijës. Në atë mënyrë bëhet edhe lidhja emocionale që prindi e ka, sepse fëmija tër pjesën më të madhe të ditës është në kopsht, në fund të ditës kthehet në shtëpi, duhet ta krijoj lidhjen emocionale me prindin që ka, në atë mënyrë bëhet edhe zhvillimi gjyqësor, edhe bëhen aktivitete relaksuese, po që kanë për qëllim zhvillimin qoftë gjyqësor të fëmijës apo edhe qoftë zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës. Po nëse fëmija rritet në një familje më të dhunshme, mund të themi, sa ndikon kjo tek fëmija në aspektin e zhvillimit të folurit apo edhe në aspekte tjera të jetës së tij? Ekspozimi i fëmijës në një familje ose të rriturit e fëmijës në një familje të dhunshme, jo vetëm tek fëmijët të cilët nuk kanë zhvillim tipik, po edhe tek fëmijët të cilët kanë zhvillim tipik, ndikon drejt për drejt në gjendjen emocionale të fëmijës. Ndërsa sa i përket çrregullimeve të folurit, ne kemi shumë çrregullime të cilat vijnë si pasojë i gjendjes emocionale. Gjendja emocionale e rënduar ndikon me pas probleme në pjesën e komunikimit. Andaj nëse fëmia është i ekspozuar, përveç që ndikon që gjendja e tij mentale ose gjendja e tij emocionale të jetë e rënduar, ndikon edhe në të folur për arsye se fëmia vetë se nguron ta tregojë atë që po dëshiron ta thotë, ndihet i kërcënuar nga njerëzit për rast se mos po kërcënohet që është mirëqenia e tij, ndikon drejt për drejt. Andaj, asnjë fëmijë nuk e meriton të jetë në një familje të dhunshme, asnjë fëmijë nuk e meriton një fëmijëri të tillë. Prindërit të cilët janë duke pasur probleme të caktuara, ato probleme fëmijët nuk i meritojnë të i shohin, andaj fëmijët duhet të jetojnë një fëmijëri të lumtur, të janë të rritur nga prindër të cilët e bëjnë maksimumin për ta, dhe jo prindër të cilët zhurma, dhunat të cilën e bëjnë, ndikon në zhvillimin e tyre.